Studentët e Departamentit të Infermierisë në Universitetin Fanoli kanë përmbyllur programin e shërbimit në komunitet të zhvilluar në kuadër të bashkëpunimit mes Këshillit të Qarkut Korç dhe Universitetit. Gjatë kësaj periudhe, studentët ofruan shërbime për të moshuarit që frekuentojnë qendrat Epoka e Artë, zhvilluan vizita në banesa si dhe u angazhuan pranë qendrave shëndetësore, duke fituar një përvojë të vlefshme profesionale dhe duke kontribuar në përmirësimin e kujdesit ndaj komunitetit. Pas përfundimit të programit, të gjithë studentët pjesëmarrës u pajisën me certifikata vlerësimi. Është viti i parë, i cili studentët vitit të parë, të cilët certifikohen në lidhje me këtë praktikë që ata kanë kryer pranë këtyre qendrave sociale dhe qendrave shëndetësore, dhe duke marrë një certifikat nga ana e Këshillit të Qarkut, e cila do jetë pjesë e CV-së së tyre, por pa diskutim që do të jetë një pjesë shumë e rëndësishme dhe në rrugëtimin e tyre në të ardhmen për profesionin që ata kanë zgjedhur. Studentët pjesëmarrës e cilësuan këtë program një përvojë të vyer që u ka dhënë mundësinë të zbatojnë në praktik njohuritë e marra në auditor, duke qenë njëkohësisht më pranë njerëzve që kanë nevojë për kujdes dhe mbështetje shëndetësore. Kjo eksperiencë ishte mjaft e vlefshme dhe për mua personalisht, por edhe për profesionin që ne kemi zgjedhur si infermieria. Mësuam shumë gjëra të kujdesim për të moshuar, mësuam një anë emocionale që nuk e dija që e kisha. Mësova që të kujdesesh për të moshuarit është njësoj si të kujdesesh për gjyshit që ke në shtëpi. Eksperienca për mua ka qenë shumë e vlefshme. 3 muaj praktik që ne kemi zhvilluar në këtë institucion ka qenë shumë domethënëse. Të japësh kontributin tënd lidhur me këtë moshë specifike është një vlerë e shtuar për ne në profesion. Të tregosh empati për këtë moshë është gjëja më e bukur që mund të ndodhë. Programi i shërbimit në komunitet do të vijojë edhe në vitet në vazhdim, duke forcuar bashkëpunimin mes institucioneve dhe duke krijuar mundësi të reja për përfshirjen aktive të studentëve në shërbim të komunitetit.